Përshëndetje. Këto më do të mi rregullu. Edhe këshyri pak me kujdes se i kam shumë kujtim. Këto kanë në shok krejt edhe anësh, edhe mrena, edhe pas ka punë edhe merë ko shumë kjo. Po, so do të? 5 minuta, 10, so? Pa jo, bashkë shkurt një gjysor të mira ti merë për besë. Ku jeme gjallën ti? A mujte? Ne. Ka s'ke kështu, a e lova jo. E që, është pak me gjallën. Meri do. Qoj dhe në shpi. Dhe i banë fala babi shumë. Prit, pëse harova dhe shkaj. Meri dhe këtë me gjallën. Po djali, si jodë shumë. Ajde, ditën e mirë. Knek, që vedëm. Ajde, s'prak. Bravo. Jo, po na morë për të edhe. Marë parë sali. Ajde, do dhe shake punta. Pa edhe pa lodhi jo. Për të edhe. Ajde, fol. E zez dite. Që pas ka kris. Po, sa ne kem një danuse. E më shku e ku e lëshaj bashkë sot. Qëre? Ishtina në kam, e lëshaj lepoki. Vaj, pas ka punë si shumë. Sta, sa gjatë qysh i qarët është ma po. More se le, gjithë qysha me dekë. Po je keme një danuse, që në kam shkavish. Ja bojmë qarën edhe kësajmë, po... Por sot kjo nuk matë këshi. A marë mo pa të dhe se ty bën kam tjera. E nuk ban pa shku heq. Ka ritme. Aj, pe di o sali, pe di, po edhe ti do puni kje krejt me të gotë me i kje kështu, po... Halli? Halli, te e dhe se gjithmonë kam zgjidhja une. Prit vish pak. Meri këto, se më duket edhe numëri i njëjtë i kamës është. Jesoj. Po këto nuk jam rëtë minjat. Bre, sali, bre. Meri t'i gëzoj shprej sot janë tuat. Hajde meri provoj edhe inshallah kurim punë. I pase për të gutë këto. Je bre, bacia dem, ty njëra të rritë për gjithje ku. Pa i qare kur s'le. Por qatë edhe, jemi kojshi, o sali. Eu ty zot, i të rujt. Bacia dem. Hava kjesëna. Mere shtini këto, kurim punë. Nuk e pështu.
Hajde, qas. Sa haraj kër e nera të rritë, e ditën e mirë e shnet. Hajde të forcilë dhe të dera. Heq më së mëne. Pa Okay, qede. Falë mirë shumë. Hajde me është me të mira, Sali. E kalo mirë ndarësëm. Ua të rrinë. E ke këshia. Gjithmonë për të guti ka punë, po... Që ta në herë do të një asgatë dorë në me një mua. Ja, më që s'pas ka gjamë të këtëmëne. Që shqeva të edhe me u ludha? Pa i edhe pa lodhë, jo me bacin. Ti që shia, i mirë. Mirë, që e kalova që këni thashtë të përshëndes. Shumë falemderit që i kënë shiki, është ma mirë. Mirë, shumë ma mirë. E shqeqer zotit. Po hajde pjeni qaj. Jo, falemderit shumë, pa që edhe unë e përshkoj. Mesh me Vesh t'mira. kalova me të popa. Hajde me bacin, mesh me t'mira. Kalo mirë. Shqeqer zotit ka në ratu me këtë fmi. Që... E paske një ditë ka gja shumë të ngarkume. Vaj, ditët nuk po janë njësoj. Nojherë po kanë nevojtartë më shumë, nojherë nuk po kanë nevojtarë. Jashtë, nojherë po gutë njerëzë si me I pas ditët të thesë, që edhe këto patikët e tua janë gati. Ja me rrë, no? Sa I detyrohem? Oj, 2 euro që t'kishë. Qorna. Hajve djallë ke qëllu sa të mështëria I parë me kështu me 10 euro por besë nuk kam e të këtej. Ngo këtu, meri të 10 euro që në gjep. Këto patika sot dike I premeje. Edhe ashtu I pase për zhemu dhe I pase kujtemu. Erën tjetër kur vish, ka zgjidhje për krejta. Merë edhe mesh me të mira, jeba shajre. A I ki gati? Gati kam. Veç duhet me këshyrë me përësit materialet. Apo, hani mirë shumë pra. Këshyre ti edhe tani më kalzon të nuk I keti porositi atje kesh ka dot. A I regullove këpus? Po, kupostari shumë I çuditshëm u dak. Për Ademin për fleta? Po, pse a me nja? Po ke qyteti e një Ademin. E ka një histori shumë të veçantë. Po, a? Bashkë më interesu me ditë për atë njeri se shumë I çuditshëm u dak. Ademi u kanë luftë bashkë me 2 djemët e tij. Të 2 djemët I kanë ra dëshmor. Edhe gjatë luftimeve në fshat, edhe gruan, edhe vajzën ja kanë marrë paramilitarët serbë. Edhe sot asoj dite nuk dihet kur gjë më për to. Edhe vetë është I plagosur. Edhe shoku I tij e ka hup një në kom edhe një në dorë në luftë. Prej asoj kohe, Ademi I blen gjitha barnat edhe kujdeset për një fëmijë në lagjet vet. Edhe ja u pagun ushqimin çdo ditë. Këto janë çka I dijon.
Po. Kjo është pak e çuditshme. Po na kreti kem. Kem familjen. Kem vetura. Kem apartamente. Edhe kur nuk jemi të kënaqur. Po ai ka humbë gjithçka. Edhe më di që shudoke, si me ka njeri ma i lumtur në botë. Ai nuk ka humbë gjithçka. Ai ka rujt diçka që na e kena humbë. Qysh ashtu? Ai e ka rujt lidhjen me ato që të bën të ndihesh i plot pa pas nevojë për kurrë. Ai është një fetar i vërtet. Qysh mundet ai pas krejt këtyne gjanave me kam atë që i lumtur? Po, na mundohemi me ndrru botën për rreth neve. Kurse e vërteta është me ndryshu botën brenda vetes që e kemi. Ka njerëz që rregullojnë këpuc dhe ka njerëz që rregullojnë zemra pa e ditur askush. Ai qep taban të shqyer, për më shumë se lëkurën. Ai qep dinjitetin atyre që hyjnë të përkullur dhe dalin pak me të drejtë. Në duart e tij këpucët e vjetra nuk janë varfëri, janë histori që presin të vazhdojnë rrugën. Ai jep pa zhurmë, ndihmon pa dëshmi dhe buzëqesh sikur si mungon asgjë. Ndoshta mallësia nuk është të kesh shumë, por të japësh edhe kur ke mbetur më pak. Sepse disa njerëz nuk matin pasurinë me ata që mbajnë në duar, por me gjurmët e mirësisë që lën pas në rrugën e të tjerëve. Feja nuk premton jetë pas sprova, por ky islam i joni premton sprova me kuptim, ose islami premton kuptim në sprova. Kur zemra e njeriut, zemra e besimtarit, lidhet me Allahun e madhëruar, dhembja të cilën e përjeton gjatë sprovave, kjo dhembje shndrohet në shpërblim. Ndërsa, kur zemra e njeriut lidhet me dunjan, edhe luksi ose të mirat të cilat i ka njeriu, këto të mira shndrohen në ankth dhe në vuajtje. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin famëlart: Men amile salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim jetë të mirë. Dietarët kanë thënë jeta e mirë është jetë e qetë, jetë me begati, jetë me kënaqësi, jetë me plotësim të nevojave edhe kështu me radhë. Ndërsa ata të cilët largohen prej udhëzimit të Kur'anit, prej udhëzimit të fjalës së Zotit, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, ka thënë i madhi Zot në Kur'an, do të ketë jetë të vështirë. Varfëria nuk e prish jetën, por largimin nga Allahu e prish. Në Kur'an, neve do të gjejmë shembuj ajete në të cilat i madhi Zot na tregon se lumturia e vërtet vije nga përmendja e Allahut. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtet, me të përmendur Allahun, zemrat e besimtarve qetësohen. Sprovat janë pjesë e besimit tek besimtarët. Krijuesi thot në Kur'an: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ne do t'ju sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje
nga pasuria apo nga jeta, edhe nga frytet në mënyrë që t'u jepni myshde durimtarve. Të nderuar vëllezër, el malu wal banun zinatul hayati dunya, pasuria dhe fëmijët janë zbukurim i jetës së kësaj bote. Mirë, po thot i madhi Zot, veprat e mira të përhershme janë më të mira tek Zoti yt. Gjendja e besimtarit është gjithmonë e mirë. I dërguari Allahut, Muhamedi alayhis salam, ka thënë: e çuditshme është çështja e besimtarit. Çdo gjë është për të mirën e tij. Nëse i ndodh një mirësi, e falenderon Allahun, edhe kjo është e mirë për të. Nëse ka ndonjë fatkeqësi, nëse besimtarin e godet ndonjë sprov, edhe ky bën durim, edhe kjo është problem për të, edhe kjo është mirësi për të. Pasuria e vërtet nuk është pasuri materiale, nuk është pasuri, si që thoshte i dërguari Allahut Muhamedi alayhis salam, bollëku i pasurisë, mirë, po pasuria e vërtet është pasuria e shpirtit, atë të cilën besimtari e ka në shpirtin e tij. Njeriu nuk bëhet i pasur sepse ka shumë pasuri apo të mira materiale, por i pasur bëhet ai i cili në zemrën e tij ka besim, ka iman, dhe nuk mund të krahasohet ndonjë vlerë e arritur, begati më e madhe se sa besimi të cilën e ka besimtari në zemrën e tij. Ebu Bekri, shoku më i ngushtë të dërguarit të Allahut, Muhamedit alayhis salam, ai i cili e ndihmoi të dërguarin e Allahut, e shoqëroi në momentet më të vështira, e dha pasurinë e tij në shërbim të Islamit dhe të dërguarit të Allahut Muhamedit alayhis salam, tër pasurinë e tij. U pyet çka i le familjes. E dini çfarë tha Abu Bakri radhiyallahu anhu? U alash Allahun dhe të dërguarin e tij. Kjo është pasuria më e madhe. Ai ishte i qetë, ai ishte i pasur, sepse në zemrën e tij kishte besim ndaj Allahut Jalla Jalaluhu. Prandaj kjo është pasuria më e madhe. Shembullin e dytë, e kemi Bilalin, muezinin e të dërguarit të Allahut Muhamedit alayhis salam. U torturua, u mundua shumë sepse ishte rob, edhe në kohën më të nxehtë e përballonte gurin në gjoksin e tij. Çfarë thoshte gjuha e tij? Ahad, ahad. Allahu është një. Kur nuk e përlyej gjuhën time me diçka tjetër, pasi e kam pasuruar, e kam zbukuruar me iman, me besim, me bindje ndaj Allahut të madhëruar, ai nuk ishte pasuri. Ai nuk ishte mbrojtje sepse ishte rob, mirë po e kishte lumturinë edhe e kishte kënaqësinë e besimit në zemrën e tij. Shembulli i tretë, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ishte i pasur. Allah i kishte dhënë pasuri dhe bereqet dhe begati, por ishte shumë i devotshëm. Pasuria nuk e bëri të lumtur, por imani, besimi e bëri të drejtë. Ai çante duke thënë se ndoshta shpërblimi i tij për pasurinë do të jetë vetëm në këtë botë. Pra sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, gjenerata më nderuar, nuk e gjenin kënaqësinë dhe lumturinë te pasuria, por tek besimi dhe tek kthimi tek Allahu i madhëruar. Lumturia nuk matet me atë që e posedon, por me atë të cilën ti e beson. Nëse një këpuctar ka humbur gjithçka, ka humbur botën, ka humbur njerëzit më të dashur, e ka pasur Zotin e tij. Prandaj ishte i qetë. Nëse një biznesmen ka gjithçka, mirë po është larg parimeve të Zotit, ai është i hutuar, mbetet i humbur dhe jeta e tij është me ankth. Kush ka Allahun nuk ka humbur asgjë. Kush e humb Allahun nuk i mjafton e gjithë bota.
Njeriu i dunjas gjithmonë mendon, nëse kam gjithçka do të jem i lumtur, ndërsa besimtari thot, nëse kam Allahun, unë kam gjithçka. Pasuria pa besim, pasuria pa iman, është një luks pa qetësi, ndërsa sprova që e godet besimtarin dhe ky besimtar ka besim, ka iman, është një dhimbje, është një mërzi e cila ka shpërblim. Mos e mat i nderuar vëlla, e nderuar motër, kur mos e mat lumturin me atë që e ke në dorë, por matë lumturin me atë të cilën e ke në zemër, sepse zemra që e nje Allahun nuk mbetet bosh asnjëherë.